personave e kryetarit edhe atyre që e propozojnë ndaj disa ndërtuesve në Çagllavic. A kjo është shumë e rëndësishme. Nëse po kërkoni atë, unë ju them se nuk jemi dhe nuk e votojmë atë propozim, dhe ju kisha lutë që ta lëni mbarvajtjen e kuvendit, punën e kuvendit të rrjedh pa telashe dhe pa blokada. 2 seancat jashtëzakonshme kanë qenë të thirrura për PZK-n që të dyja kanë dështu, edhe kryetari ka konfirmuar që nuk ka numra, edhe nuk pja del këto plane me hec përpara. Nuk e keni besimin e juj, kryetari kena bot çka din me boti me rastin e Badovësit, me ndrrim tokave, ka 20 hektare, ka 8 hektar, e ke humbat besim, na ke humbë edhe si partner të koalicionit, pikërisht për atë çështje, ndërsa sot jena shumë të gatshëm me ndihmu në pikat që janë të renditura, edhe për subvencionimin me menaxhimin e mbeturinave që mund vjen një situatë jo të këndshme për qytetarët, dhe diskutimin për çështjet financiare, për çështjet e taksapaguzve të kryeqytetit, çka po ndodh me paron e qytetarëve. Dhe të lutna kryetar na le ta kryjm punën tonë, na lën që kjo seancë e rregullt të mos dështoj. Çdo tentim për me fut plane të hollësishme rregulluese, me koeficienta dhe me toka, nuk e ka mbështetje, na detyroni që t'ju lojmë klirë me vazhdu, a nuk marrim pjesë në atë seanca. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Ratuceri. Gëzim Speçla ka kërku fjalën. Veç po du me bo një plotësim të vogël. Pika rendi ditës për Çagllavicën është në rend të ditës, është në fund. Jo nëse i keni numrat e kaloni në fund atë pikë. Prandaj na leni që ti trajtojmë çështje tjera të cilat janë me interes për qytetin. Kur të vim te kjo pikë, nëse i keni numrat, vazhdoni. Faleminderit zoti Speçla. Granit Geci ka kërku fjalën. Faleminderit shumë kryesues, përshëndetje për gjithë. Është lajm i mirë që ky ekzekutiv dhe partia në pushtet ka filluar me u shqetësu sa i përket ligjshmërisë. Mirë po më lejoni që vetëm t'ju rikujtoj që punën e kuvendit të kryeqytetit dhe gjitha kuvendeve komunale është një organ tjetër që e mbikëqyr pikërisht, është Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal. Dhe unë mbaj mend praktika dhe të mëhershme që na kemi funksionu kështu. Rendin e ditës që e kemi nxjerr nga Komiteti për Politikë dhe Financa dhe atij rendi ditës i jemi nënshtruar dhe kemi vazhduar me punën. Nëse nga sot ka ndryshuar kjo praktikë, atëherë është për ne shumë lajm i mirë që ju brengos shkelja e ligjshmërisë, mirë po unë propozoj që të vazhdojmë me këtë rend që ka dalë nga KPF-ja. Kjo seancë do të nënshtrohet auditimit, po e quaj kushtimisht nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, dhe në rast se kemi ndonjë shkelje gjatë kësaj seance, padyshim që do ta kemi edhe ligjshmërinë të kthyme nga institucioni i njëjtë dhe ato vendimet që dalin nga sot padyshim që do të jenë të pavlefshme. Kështu që nuk po e shoh të arsyeshme që të ndodhin makinacione të panevojshme për pamundësimin e kësaj seance, duke ditë që ka pika jashtëzakonisht të rëndësishme, të cilat kanë mbetë peng pothuajse tash 5-6 muaj, vetëm për shkak të arrogancës që është shfaq kohëve të fundit edhe nga ekzekutivi edhe nga ky kuvend përgjithsisht, ku po jep vetes edhe një kritik si asamblesë pasi që po na pamundsohet puna. Andaj ju lutem me mirësjellje ta vazhdojmë me këtë rendite i cili ka ndonjë nga Komiteti për Politikë dhe Financa, të vazhdojmë me procedimin e pikave të cilat janë teje të rëndësishme dhe në rast po ripërsëris, në rast se ka shkelje në vendimet që dalin nga kjo seancë, t'jeni të bindur që vetë Ministria nuk do t'i lejoj, pasi që ata paguhen për me mbikëqyr punën tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit zoti Geci. Jeta Rapuna ka kërku fjalën. Faleminderit kryesues, unë nuk shoh që ka këto makinacione, unë vetëm bëna një kërkesë në emër të grupit, edhe tu aludua edhe në opinionin ligjor të zyrës ligjore që të kthehet rendi ditës ashtu siç është dorëzuar herën e parë dhe për këtë propozoj që të hudhet në votim propozimi im që të ndryshohet rendi ditës ashtu siç ishte i miratuar nga kryetari në koordinim me kryesuesin herën e parë. Faleminderit. Faleminderit zonja Rafuna. Gëzim Mehmeti ka kërku fjalën. I nderuar i kryesues, të nderuar asamblist, i nderuar i kryetar kabineti
qeverisë i Prishtinës, musafir të nderuar. Situata e cila është krijuar në legjislacione e Prishtinës nuk është as pak për të lavduar. Ne kemi dhe jemi të obliguar ndaj përgjegjësisë që kemi ndaj votës qytetare që të merremi me çështjet që kanë prioritet. Nuk po thellohem në çështjen e se kush ka drejt sa i përket rendit ditës, por edhe rendi parë, të cilë është propozuar nga kryetari edhe nga komiteti me shumicë nga opozita, çështjet që kanë rëndësi të veçantë siç është dhënia në shfrytëzim e pronës paluajshme të Këshillit Prokuroral dhe policisë janë lanë në fund. Do thotë janë të kafundi. Vetë mënyra e funksionimit të legjislacionit këtë rast kuvendit si organi më i lartë në Prishtinë na detyron neve që të marrim vendime të cilat ka të bëjë me pronat, ka të bëjë me ndryshimet e planeve rregulluese. Për mua është abstrakte mos merr me këto çështje. Do të thonë ne kemi obligim edhe ndaj qytetarëve. Si po shoh sot, vështirë se do të ketë marrëvajtje pozitive të mbledhjes. Gjitha rrethana të krijuara po na dërgojnë aty se nuk do të ketë kvorum. Edhe një herë të rezonojmë edhe të punojmë në interes qytetarëve, jo i natëve personale, jo i natëve të cilat na shpinë drejt shkatrimit si në aspektin qendror edhe ashtu lokal. Është kriju që s'ka qenë përpara në Kosovë një temë e cila po mungon arsyeja, po dominon i natet të parësyshme të palogjikshme. Faleminderit. Faleminderit zoti Mehmeti. Fehim Osmani ka kërkuar fjalën. Faleminderit kryesues, përshëndetje të gjithëve këtu në sallë. Ka mundësi, ju lutem, lënë debatin. Fehim Osmani ka fjalën. Morna zoti Osmani. Nuk mund të vazhdoj derisa s'ka vëmend. Atëherë faleminderit për vëmendje. Është bukur një kohë e gjatë që kuvendi nuk po arrin të përfundoj rendin e ditës edhe të shqyrtoj gjitha pikat cilat po i planifikojmë ose po na vinë në kuvend, dhe mund të them lirisht që prej fundit pjesës parë të vitit 2024 ne nuk kemi arritur ta përfundojmë asnjëherë asnjë seancë. Duke qenë kështu, na kanë mbetur pa u trajtuar shumë çështje të cilat janë të parapara të trajtohen, sidomos në dy pikat e fundit që janë pyetje, përgjigje dhe të ndryshme, të cilat në shumicën e rasteve janë brengat qytetarëve që natyrisht do duhet shpreheshin para ekzekutivit përmes anëtarëve të kuvendit. Unë dua të theksoj një çështje shumë të rëndësishme e cila do duhej diskutohej sot pikërisht në njërin nga ato dy pika. Unë do të doja ta ngrisja si shqetësim nëse do të arrinim aty, mirë, po për shkak të situatës së krijuar ne nuk po mund të arrijmë. Dhe dua ta theksoj rëndësinë e trajtimit të pikave, sidomos ato që nuk kanë probleme me shumicën që do duhet ta kishte në këtë rast ata që dojnë të çojnë përpara pikat e paraqitura ose të folura. Me që nuk ka shumicë të tillë nga ekzekutivi, do duhet trajtoheshin pikat ashtu që të mos ketë ndërprerje të kuvendit për shkak të korrumit. Në rastin konkret unë do doja ta diskutoja një çështje të rëndësishme, është çështja e ngritur si shqetësimi i madh për çerdhet. Mirë, po jam shumë i sigurt që nëse vazhdohet kështu, nuk do të arrijmë deri aty. Ne e dim që është një fakt shumë interesant që Prishtina i ka ndaluar subvencionet për prind për çerdhet me bazë komunitet për shkak të një skandali që ka ndodhur në një çerdhe. Këtë çështje me shumë dëshirë do duhet dhe do ta diskutoja në pikën e fundit të rendit ditës. Nëse tentohet ndryshohet rendi ditës, jemi të sigurt se nuk do të mrejmë aty për shkak të korrumit. Prandaj, kërkoj të mos ndryshohet rendi ditës pikërisht për t'i dhënë shans brengave qytetarëve dhe pikave të cilat do duhej patjetër të diskutoheshin në njërin nga seancat e që ne jemi afër fundit mandatit nuk po arrijmë. Faleminderit për mirëkuptim. Faleminderit zoti Osmani. Ngresa Lau ka kërkuar fjalën. Përshëndetje për gjithë në sallë, të nderuar qytetarë, të nderuara media, i nderuar kryetar Rama dhe ju ekzekutiv qeverisës Lidhja Demokratike e Kosovës.
Për ne si Parti Demokratike dhe për mua personalisht si përfaqësuese e qytetarëve në këtë kuvend, është shqetësues fakti se si tash e 6 muaj kuvendi e ka të pamundshme të mbajë një mbledhje të rregullt deri në fund, deri në përfundim të mbledhjes. Ashtu duke e parë se në një kohë të gjatë është një tendencë ashtu të themi kërcënuese drejtuar qytetarëve, jo neve si antarë, sepse ne këtu përfaqësojmë qytetarët e Republikës, kryesisht kryeqytetit, se si shefja e grupit parlamentar Lidhjes Demokratike të Kosovës u drejtohet qytetarëve me kërcënim, sepse në një mënyrë apo tjetër qasja e saj kërcënim të mos shenit prezent dhe pamundësia e mbajtjes së seancave të rregullta është rrezikim i mirëqenies qytetare të këtyre qytetarëve të cilët banojnë në këtë kryeqytet, për të cilat dhe Lidhja Demokratike e Kosovës së bashku me ekzekutivin qeverisës në krye me kryetarin Rama jeni përgjegjës për kaosin që keni krijuar në kryeqytet. Shkak pasojë e kësaj vini në seanca dhe për herë të parë deklaruani se si ligji për juve vlen, të cilat juve venojnë, dilni dhe shfaqeni haptaze se si do ta lëshoni sallën e kuvendit, ashtu që të pamundësohet mbajtja e mbledhjes. Unë nuk e di a ka dikush nga Lidhja Demokratike sqarim për këtë pyetje, sepse besoj që ka edhe asamblesë të cilët bashkë ndjenjë me ne si antarë të partive tjera dhe qytetarët në këtë vend. Është shqetësues fakti se si është bllokuar kryeqyteti pikërisht nga një ekzekutiv i tillë. Hallet e qytetarëve, të nderuar qytetarë, për këtë ekzekutiv nuk janë të rëndësishme, asnjë nga ato të cilat as janë propozuar e as janë pika të rëndet. Faleminderit. Faleminderit. Violeta Saliu ka kërkuar fjalën. Përshëndetje të nderuar kolegë, kryetar ekzekutiv. Apo bon tash? Violeta Saliu ka fjalën, ju lutem. Okej, të nderuar antarë, edhe njëherë po përsëris. Edhe unë si shumica e kolegëve tanë, unë jam kundër ndrimit të rendit të ditës, pikërisht për arsye të temës me cilën ose të pikës me cilën jam marrë personalisht si kryesuese e Komitetit për Barazit Gjinore dhe si pjesë e grupit punues. Është pikë e cila ka, domethënë, më tepër se 6 muaj do duhet të kalonte si plani veprimit për Barazit Gjinore, në të cilin do të duhet të përfshishin të gjitha drejtoritë për të mbajtur aktivitetet e tyre, mirë po kjo temë si duket ka mbetur vetëm çështje e grave, në të kundërtën do duhet të ishte çështje shoqërore, çështje drejtësie dhe çështje zhvillimi. Barazia Gjinore nuk mund të mbetet vetëm një temë diskutimi apo një pikë në agjendat tona. Plani veprimit do duhet të kalonte kohë, edhe është kryesisht kryetari do duhet ta përcillte dhe ta mbikëqyrte këtë plan. Ne flasim shumë për Barazit Gjinore, debatojmë shumë, edhe në nivele më të larta të konferencave dhe të tryezave, ndërsa kur është koha për veprime konkrete në heshtim dhe e lojmë vetëm si një pikë apo si një tek në realizimin e diskutimeve. Pra është fjala, nuk duhet i largojmë premtimet boshe, është fjala për hapa dhe koha të marrim hapa konkret dhe veprime konkrete. Edhe ashtu kemi një hap mbrapa në ekzekutiv sa i përket këtij plani, ku aty promovohet për Barazit Gjinore, ndërsa tani në emrimin e 2 nënkretarëve, pa pasur qëllime personale, emrohen 2 nënkryetar burra, ndërsa nuk është asnjë grua në ekzekutiv. Nuk ka nevojë për qeshje, në mesin e antarëve ka pas edhe gra, besoj të zoja në Lidhjen Demokratike, të cilat do duhet ta mbanin një pozitë në ekzekutiv. Faleminderit zonja Saliu. Fiknete Beta ka kërkuar fjalën. Faleminderit kryesues, i nderuar kryetar, të nderuar ekzekutiv, të nderuar kolegë asamblesë, të nderuar qytetarë. Po korrigjoj shefin e grupit të asamblesëve të VV-s. Ky kuvend nuk funksionon vetëm për 3 vite e gjysmë se shtaj, por kuvendi funksionon nga viti 2000 dhe ka disa rregulla që duhet funksionojë, ka ligjin për veçërisjen lokale dhe rregulloret e brendshme.
në praktikat e mëparshme prej kur moj menun prej 2 mandate më tepër, nuk ka pas një funksionim të tillë, sepse opozita nuk ka vendos të imponoj agendat e tyre. Nëse u shtirë që kjo seancë nga kryetari i komunës, atëherë agjendën e përcaktonaj së bashku me kryesuesin e kuvendit. Ka shtesë të pikave të reja që mund të propozojnë asambleistat me pajtueshmërinë e shumicave të kolegëve të tyre, por jo me ndryshu agjendën që ka synim kryetari i komunës. Prandaj kjo praktik është vendos në këto muajt e fundit, sepse jemi para një fushate politike plotësisht nga vetëvendosja dhe patrica e saj që e kemi në kuvend. Unë mendoj që është gabim, ne po mohojmë përgjegjësitë e kryetarit me realizuar kuvendin e komunës, sepse po mohojmë të drejtat që qytetarët edhe të Çagllavicës do t'i realizojnë, sepse ata janë qytetarët e komunës së Prishtinës. Nuk mund t'ja mohojmë të drejtat e tyre për me implementu përmes ndryshimeve të planeve. Edhe si rast i tillë po mendoj që këta janë duke munduar të imponojnë agendat e tyre partijake. Faleminderit shumë. Faleminderit zonja Bejta. Leutrim Ratkoceri, prapë ka kërku fjallën. Jo kësha luta diçka, veç mos i përserit një njëjtat. Kryesues, faleminderit. Zoti Ratkoceri. Për të sqaruar edhe më tej propozimin, pra nëse po flitet për Komitetin e Politikës për Politika dhe Financa që ka propozuar 3 pika të rendit ditës, propozimi i pushtetit është që mu largu 3 pika të rendit ditës dhe mu kthy renditja siç ka qenë e propozume. Kjo është gjeneza e propozimit. Do të thotë, 3 pika të rendit ditës është raporti financiar për vitin 2024, ku në atë raport financiar ka më shumë se 10 milion euro që janë marrë nga përmbarust kësaj qeverisje të papërgjithshme, ka supozohet se janë mbi 100 milion euro kontest në gjykatë që rrezikojnë të merren nga përmbarust, kontest nga kompani dhe qytetarët, për cilën nuk janë të interesuar të diskutojnë, dhe shumë çështje tjera financiare që janë në raportin financiar që po propozusja me një guri po dënë me vra 3 zëq. Çështja tjetër që është shumë e rëndësishme është mu largu subvencionimi për situatën me menaxhimin me mbeturina për diçka çka kryetari i komunës dje ka dalë me propozu që do ta fut në rendite përderisa ajo është në rendite. Kjo ka të bëj pak me marifetin edhe të kryetarit. E treta që është shumë e rëndësishme është po dojnë me pa mundësu kuvendi me diskutu për situatën me qenë ndacak, e po dojnë me jep prioritet koeficientave, planeve, regulluseve, mi ndërtu edhe pak betën mi kontribu këti qyteti. Kjo është logjika. Ndërsa për sqarim, se është edhe një tendencë me përhap keq informim, sa i përket propozimeve që kanë qenë të dërguara në mbledhjen e 4 të rregullt të rendit ditës para 2 jave në materiale, dhënia në shfrytëzim të pronave, si për Ministrinë e Punëve të Brendshme, si për Këshillin Prokurorial, edhe ndërmarrjen trafiku urban, pothuajse janë pikat e fundit dhe të parafundit të mbledhjes së rregullt. Ndërsa kanë met po të fundit dhe parafundit edhe me propozimet e Komitetit për Politikë e Financa, vetëm kanë ngritje në rendite. Do thotë është keq informim që këmbimet për këto institucione po vendosen në fund nga Komiteti për Politikë e Financa. Këtë korrigjim po du me bo për disa kolegë që do të me pas parasysh që fjala publike duhet ketë pak etik në ato që e flasim edhe e komentojmë. Atëherë unë edhe njerë po bëj apel të propozusja edhe të kryetari, na leni të punojmë me rendin e ditës si që kemi marrë, asnjë pikë e rendit ditës nuk është larguar nga propozimi që ka bërë kryetari. Ka të drejtë bën, Komiteti për Politikë e Financa ka të drejtë të shtën pika dhe ka të drejtë të diskuton në bazë të renditjes të cilën e miratën në atë komitet.
Kështu që ju lutna na leni me punu, të vazhdojmë me këtë rendite ku janë gjitha pikat me rëndësi, janë 18 pika, edhe ashtu të na vynë ku. Faleminderit shumë. Faleminderit zoti Ratkoceri. Berat Lau ka kërku fjalën. Përshëndetje për gjithë. Kryesues besoj të kujtohet një diskutim që kemi pas diku para 5 muajsh, ku ka qenë hera e parë që kam kuptuar që në KPF është ndryshuar rendi ditës. Dhe atë çështje e kam diskutuar me juve në kuptimin që mbi çfarë baze ligjore po ndodh një gjë e tillë, dhe më keni thonë që thjesht ka ndodhur. Besoj që secili prej neve, ose të paktën një çdash, secili prej neve me di që diçka e tillë s'lejohet. KPF-ja diskuton tema, kërkon material, përgatitje të pikave kështu me radhë. Tërheqje maksimalisht e një pike të propozume i takon sponsorizuesit në KPF-n para se me ardhur në seancë. Kushdo që mendon që ka me shtu një pikë të rendititës, me ndryshuar renditjen, me ndru komplet rendititës, vjen e propozon e bën seancë. Këtu po, që atje jo, që ata nuk e kanë drejtë me i përfaqësu 51. Ata e përfaqësojnë subjektet e tyne, në rregull jemi, që ashtu e parash e ligji që ashtu. Pse ka ndodhur kjo 3 vite e gjys, më edhe 13 vite e gjys kur të kishte ndodhur. Kjo nuk e bën të lehtëshme. Edhe rregullore e Asamblesë Komunale Prishtinës me pasqen është prapë shkelje ligjore e cila do të mund të shku. E aq më shumë që është ligj i Kuvendit të Republikës Kosovës. E me këshyr hall i bjen një farë shkelje administrative nëse jo dhe shpërdorimit detyrës zyrtare vepër penale. Kështu që çfarë do tentative për diçka të tillë, për mua është e papranueshme. Nëse dështon seanca, që kjo demokracia, që 3 muaj des kemi parlament edhe s'ka ndodhur një farë hatoj në Kosovë. Jemi të vazhdu krejt normal. S'ka me ndodhur askur farë hatoj edhe nëse Kuvendi Komunal i Prishtinës nuk funksionon e 5 muaj. Mbase funksionon mas zgjedhjeve tjera. Ama thirrja në ato që kështu e kemi bë, kjo është e papranueshme. Kjo s'ka kur farë logjike, nëse të cili prej ne po thon prapë që e ka marrë një mandat që tu e ka dhënë një betim i çdosh me ditë. Kështu që diskutimin për më kthyt e diskutimin që kemi pasur, ju pa ta njoftuar që mos respektimi i rregullorëve, statutit dhe rregullorës punës kuvendit, për ju si kryesues mund me prodhu pasoja, jo për KPF-n, jo për anëtarët e KPF-s, për juve si kryesues mund me prodhu pasoja. Ndërsa unë sot zotona publikisht që çfarë do ndryshimi i kundërleshëm i rendit ditës nga KPF-ja ka me pas për pasojë një ankesë time në instancën e përkatëse e cila prapë them pasojën e mbartë ju, jo anëtarët e KPF-s, po ju si kryesues për shkak që jemi një përgjegjësi që më siguru që ai rend dite vjen te asambleja. Le të vjen këtu, le të propozohet komplet diçka tjetër, janë votat, voton shumica, demokraci jemi, dikuj na i vjen mirë, dikuj na i vjen keq, dikush gëzohet, dikush rrëdhnohet, punë e vogël është ajo, kalon dhe vazhdojmë tutje. Nuk votohet, dështon seanca, s'është e para që kemi ka me dështu, s'është as e fundit. Kështu që jemi në rregull, ama kjo të lutem na tash tutje nuk është dashme ndot për shkak që unë për veten ina i ofenduam në pozitën tim, në rolin tim që e kam për shkak këtyre veprimeve. Faleminderit. Faleminderit zoti Lau. Unë të kuptoj ty zoti Lau. Ti 5 muajt e fundit është e vërtetë që më ka thonë, po jo 3 vjet e gjys përpara. Një, sa i përket rendit ditës. Me përgjegjësi ju them. Ju lutem, lem të foli, nuk ndërpreva. Nuk ki nevojë me sharove çdo sen. Sa i përket rendit ditës. Është dëshmitar kryetari, shefi kabinetit, edhe krejt kabineti. Disa herë, ju kom të rjek vërejtje. Ju kom thonë, mos ishte një pikat nëse mendoni nuk i keni votat. Mos i prishnim ledhe. Kanë insistu e kom pranu, s'kom dash me pengu. Edhe i kom shti. Imi shkue në mbledhjet Komitetit për Politikë dhe Financa. Tani, çfarë kuptimi ka mbledhja e Komitetit për Politikë dhe Financa? Çka kena me shtjellun aty? Na aty propozojmë edhe pika edhe hikom pika. S'është praktik, është dëbo. Prej jo në kur jam kon kryesues, jo në bo gjithë. A ditë nuk e kom votu une, ndryshimin e pikave ditë. Të rani ditës, e din, shumë mirë. Kom thane kom bo, jom kunder, edhe se kom votu. Vota em ka qenë kunder. Mirë po, kish me qenë mirë, para prakesht, mu koordinu, para to pika, që dyshohen, se nuk mund kalojnë, mos i që ti për para, mos i prishnim ledet, vazhdojna.
Nëse votat I keni, ndashit e në fund, ndash fillim, ajo kalon. Nëse si keni, ka të breqitni? Kot. Praktiko kanë zoti lau, prej fillimit, kur s'ke reague, që 5 muj po e vërtet është ajo. Kështu që kjo është gjendja, për mu ndashit një që ta shishni, ndash më sishni. Unë e kam një votë, faleminderit shumë. Gzim Sveshla ka kërë fjallën. Faleminderit kryesus. Veç për me dhonë një sqarim të fundit, se për një me ka një farë tentative për dezinformata. As një pik nuk u hjek prej rendit ditës në KPF. Pikat që kanë të bëjnë me dhënje në shfrytëzim të pronave për institucionet shtetërore, edhe në draftin e parë që në ka ardhë kanë qenë aty ku janë. Do të thëtë nuk e kemi caktu ne tjenë pikat fundit. Kështu ka ardhë propozimi prej zyrës të kuvendit. Nuk e dia ka qenë propozimi kryetarit apo I kryesusit. Janë shtu pikat raporti për ndërmarrjen pastrimi. A bën qetësisës? Janë shtu pikat për ndërmarrjen pastrimi. E dim gjithë cila është gjendja me ndërmarrjen pastrimi. Është shtu pika për ndërmarrjen termokës. Kush po dën me ik për kësaj përgjithësie? Kush po dën me I largu këtu pika për rendit ditës, edhe mos me diskutu për të, kur dihet shumë mirë që gjatë sezonës dimre që sa po kaloj, shumë qytetarë kanë ngrit shqetësime të mëdha në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me ndërmarrjen termokës. Me propozim të kolegëve tjerë është shtu një subvencionim për ndërmarrjen pastrimi. Ata punëtor nuk I kanë marrë rrogat akoma, sot është data 6. Kush po dën me hjek këtu pika të rendit ditës? Asnjë propozim të vetëm me plan të ndonjë lagje që e keni dërgu nuk është largu nga Komiteti për Politikë dhe Financa. Pse është kjo nguti për me I qit pikat të para të rendit ditës? Pse s'po I trajtojmë pikat që janë të pritë që 4-5 muj ditë? Edhe I nderuari kolegu im Bahre, çto plane janë njëjtat plane që unë e ti bashkë kena kundërshtu. Atë kujtohet. Kur që s'ka ndryshu prej asaj kohe, përpos bindjeve të kryetarit. Dikur thejke veç me aleancën s'du me pas punë, sot veç me aleancën po ka punë. Ti e din këtë punë shumë mirë. Faleminderit. Faleminderit zoti Sveshla. Berat Lahu, replik. Faleminderit kryesus. E para kërkoj falje që ndërhyna pa më dhënë fjalën, u dash me prit radhën. Pse thash që ose konstatimi juaj që se kam bë para 3 vite gjysmë kur ka fillu kjo dhe e kam bë tek para 5 muajve, ka të bëjë me faktin që atëherë jam vu në DNI, atëherë kam vrejt. S'kisha besu që KPV ka bëj gjona tilla. Po ta them sinqerisht, unë s'kam qenë njoftuar pjesë, sa kam qenë pjesë e grupit të VV-s, që diçka e tilla të ndodh. Se kisha reaguar edhe aty, çush ku më reagoj në fund kur e kam marrë vesh edhe çush po reagoj sot këtu edhe në bisedën me juaj. Kushdo që tenton me ndryshu rendin e ditës, I cili është hartu nga kryesuesi dhe nga kryetari, jashtë seancës, bën shkelje ligjore, pik, as renditje, as shtim, as hjekje. Le të vinë këtu, propozohet rendi me renditje tjetër, me pikat shtesë, me pikat hjekuna, këtë në rregull. Kalon. Çështja është shumë e thjeshtë, ama jo në KPF. Jo për shkak se ja merrni drejtën 4-3 të tjerëve me dhënë mendimin e tyre, votën e tyre me përcaktuar se çka më bë. Edhe kjo është si këtë kompetencë kemi bërë kërkojna. Kështu që faleminderit për sqarimin. Faleminderit zoti Lau. Bari Gashi ka kërkuar fjalën? Faleminderit kryesus. Duke mos dashur mi përsërit kolegët e mëhershëm, po besoj që tham shumë sene, po në mes në atyne që ka propozuar një pik, ose kom përmend një pik, jo me dhone, po unë menoj që komiteti rekomandon, komiteti propozon, po nuk miraton rendit ditës. Po lidhna me kolegun Berat edhe me juve, mos më keq kupto, po njëri kur e mëson insan që nuk ka mirë, që atëre ka drejtën morale me thonë që kjo s'po më duket se të mirë.
Nashta na në fillim si kena ditur se na mësu sepse shumë gjysa jonë paktën besoj që jena të ri në ansambledhe si kena ditur rrethona do sene, i kena shku tu i mësue, tu i përmisue, besa do tu i keqsue, po qa me po ka ndodhë që ashtu. Kështu që unë menoj që s'ka pikë të parëndësishme, çdo pikë është e rëndësishme. Po primari janë pikat që na i kena probleme kryesore, dhe unë jam shumë dakord për bërllogun, por paraprakisht para se me folna për bërllogun, na du me marrë një, ka që kryesuesi me mgu po nëzon pak, na du me marrë një raport që të luta nëse ki mundësi me na kallëzu tani atë ke marrë përgjigje për një raport që këna lyp, sepse na nuk kemë raport të ndërmarrjes pastrimit tash e 3 vjet gati. Na nuk dim çysh i harxojnë ata paret. Na nuk dim çysh e menaxhojnë ata ndërmarrjen. Na nuk dim çysh punojnë ata, çysh funksionojnë ata, çysh veprojnë ata. Domethënë as na si asamble këtu, as ekzekutive nuk din kërkosh kurrë. Paktën zyrtarisht po vlasëm, dosta jarona kush i ka nuk e di ato, o nuk e di as ku i ka zyrët pastrimi, e di që ndikon në msherë. Kështu që na çdo tem ka rëndësi, edhe pastrimi, edhe raporti, edhe termokosi, edhe këto ato, po me një farë renditje. Dhe unë besoj që rekomandimet e komitetit mund të votue dhe se kalojnë jetë rani ditës, nëse kalojnë vazhdojnë me të vjetrin. Çdo grup politik ka drejt me shtip pikë të rani ditës. Tash, po flas si asamblejës dhe si shoki Gzim Sveslës. Po shoku Gzim, unë e ti kena bloku shumë sene këto. Po shoku Gzim, unë e ti e kena bo luft për mës me u anulue e mshiri dhe anullu prej LDK-s dhe PDK-s e mshiri. Dhe pastaj prap mendimin tonë edhe temën ka kalu e mshiri, ose të vëvës dhe italianës, mos i ti personalizojnë asenet, prap ka kalu e mshiri. E kena kundërshtu Badosin bashk, edhe prap kur menoj që është mirën ku me kundërshtue. Po nuk mujna me mojt planet regulative, por venat që unë, sinqerisht, nuk e di ku i bjen qaj plani Çaklavica. Unë e di që kam bjen ekzekutivi, një plan i cili del në debat. Debati pastaj e përcakton, a është i mirë, a është i keq. Diskutimi publik e përcakton ato, jo na. Unë besoj që na veç që japë mundësi me dalë në debat publik dhe ato daljen. Kur na vinë pastaj të rregullume, do t'i nalëm me zënë këqia. Po unë menoj që çdo komuna ka drejt mu marrë me këto, sepse është përgjësia komunë me regullu jetën qytetare përmes plane urbanistike, regulative dhe gjithë tjerave. Faleminderit. Faleminderit zoti Gashi. Pejm Osmani ka kërku fjalë. Faleminderit edhe njëherë, unë kisha kërku të vazhdoj me rendin e ditës për arsye se nëse jemi të sigurt se e vetmja kjo është mënyrë që të mbetet korume dhe të vazhdohet, do duhet të përmbojmë këti rend ditës. Nëse është puna për vrejtje, natyrisht që edhe me këtë rend ditës kemi vrejtje të shumta. Nuk do duhej të ishte më parë kërkesa për subvencionim si pikë e rendit ditës para se të diskutojmë mbi raportin e ndërmarrjes pastrimi. E ka edhe shumë vrejtje tjera që nëse fillojmë kështu s'do të kemi asnjëherë mundësi ta votojmë rendin e ditës. Kërkoj që të votohet rendi i ditës, të fillojmë sepse kemi tema shumë të rëndësishme për të diskutuar dhe për të marrë vendime. Faleminderit. Faleminderit zoti Osmani. A ka kërku fjalën dikush tjetër? Në rregull. Atëre propozimi i Leotrim Ratkoceri ka kërku fjalën, Po mendova që po don me Agim Kuleta ka kërku fjalën. Përshëndetje për gjithë. Realisht në gjithë diskutimin që ndodhi këto, mujmë nda 2 vija pozicioneve. Kuptimin e qëndrimeve, jo në kuptimin e taboreve politike. Është një qëndrim që është interpretimi zgjuarjes ligjore, që mendoj që është i saktë dhe nuk ka hapësirë për dilema këtu, sepse është e zeza në bardhë shkruare, nuk ka opsion tjetër. Edhe është një kundërshtim që unë po konsideroj ma i saktë, ma korrekt ndoshta, që vjen prej kolegut Gzim Sveshla. Do më sa pas në diskutim, këto për shumicës të kontestua aspekti juridik, që për mua është e pasakt, që ne mund të kontestojmë gjithë shka, po ajo është shkruar. Gzimi nuk e kontestoj aspektin juridik, por propozoj që me qenë se kemi pas praktik deri tash, në shumicën e raste, ose në shumë raste, që të rekomandohet edhe ti që të bëj komitetit vazhdohet edhe kësaj rate. Do të pavarësisht unë e konsideroj që jo të drejt, megjithatë është korrekt, sepse ai po propozon diçka në mënyrë anashkallimin e rregullores ose anashkallimin e ligjit.
që me votim, me qenë se nuk është çështje e madhe, thjesht është çështje e renditjes të pikave të rendititës, nuk është problematike. Sa i përket kryesuesit, mendoj që roli kryesor tash është i tij, do të marrë përgjegjësinë. Jo, do më thonë, mas i boni pyetjen që po përgjigjen, praktikën që kanë qenë, mandatin e kaluar sa ka qenë kryesues, komiteti ka rekomandu, edhe kemi pru rekomandimet këtu e në votu këtu. Edhe në momente kur ka lënë rekomandimin komitet, realisht është e natyrshme që ka përkrajnë e shumicës, edhe ka lënë edhe në kuvend. Prandaj unë mendoj që është përgjegjësia e kryesuesit, tash nuk është një vot, thjesht është përgjegjësia e kryesuesit me ndjek një procedurë rregullore, që thot, rendin e ditës e përcakton, e propozon kryesuesi dhe kryetari, në komitet mund të jepen rekomandime dhe të vinë se rekomandime të komitetit, po ashtu kur vjen seancë, munden edhe se cili asamblesë apo grup parlamentar të ja propozime cilat votohen këto. Prandaj, unë mendoj që po t'isha në rolin tuaj tash, kryesues, unë do ta hedhja propozimin, do ta lexoja propozimin nga ju edhe nga kryetari që ka ardhur, dhe të vinë propozime pastaj nga asamblesët. Shumë propozime që dhanë këtu personalisht do t'i votoj, sepse i konsideroj të arsyeshme edhe besoj që shumë që janë këtu do t'i votojnë. Mirë po, është përgjegjësia e kryesuesit ta ndjek rregullat që parashihen në rregullore. Faleminderit. Faleminderit zoti Kuleta. Leotri Murat Koceri ka kërkuar fjalën. Faleminderit kryesues. Qëndrimet tash pidim pothuajse gjithë për të sqarimit, po du me përgjësu pak disa kolegë i tregun do praktika të tyne dhe do përvoja tyne, po më boni përshtypje që njerëz që kanë votu diçka ndryshe më herët sot po deklarojnë diçka ndryshe. Po kjo shumë interesant, diçka që i jepën të drejt sponsorizuesit, ndërsa jo propozuesit. A menoj që këtu është problemi bashkë. Këtë pikë të rani ditës nuk është problem që e ka bo propozuesi, kryetari i komunës, a kush dhe tjetër. Po problemi është që po throsin shumë sponsorizues. E sponsorizues janë ndrojnë qëndrime tani asamblistave për çdo mbledhje. E pikërisht që këtu është teloshja më e madhe. Sa i përket disa propozimeve, këtu po ndërlidhen edhe me një parafolës, s'pja përmend emrin, ku ka bo propozim për një çështje që pe diskuton, po në KPF vetë se ka votu. U dosh në atyrt m'ja votu. Mi animu atinaj. Nuk ka pas largim të pikave të rendit ditës, që m'ja mohu dikujna me trajtu një çështje. Ka pas propozim të pikave të reja të rendit ditës, të cilat vetëm se i ndihmojnë kryet qytetit, siç i përmenëm 3 prej tyne që janë shumë të rëndësishme. Bërlogu, qenë të ndacak, çështjet financiare. Edhe kthimi i rendit ditës vjetër është mi hek këtu. Çdo qëllimi. Me legjitimu plane rregulluese atje, që aty është sponsorizimi. Kjo punë nuk... Faleminderit zoti Koceri. Bari Gashi ka kërkuar fjalën. Faleminderit kryesues. Duke pas respekt më të madh për parafolësin, edhe e dina që për me kam këtë që po thom, unë jam qaj që kom propozu që atë pikë të rani ditës dhe pëse s'ma përmeni emnin, edhe unë jam qaj që çdo ditë jam të e bo laf që qaj e ndërmarrje, po të gjitha ndërmarrjet e komunës Prishtinës do të më i pru raportet, po sidomos ndërmarrja pastrimi, e cila është tu afaru me humbje, dhe na du të me ditë pse ndërmarrja po humb, na du të me ditë pse paret ka po shkojnë, na po japën pare. Speqin e orës të na këna dhonë pare vazhdimisht, dhe vazhdimisht ndërmarrja ka lyp pare, kur 2 rreshta raport nuk i ka prue. Dhe ajo ndërmarrje që i lem punëtor të rrugëve, dhe ajo menaxhment që e bën këtë gabim, edhe nuk është në gjendje me siguru rrogat, ai do të më shku te shtëpia. Ai menaxher që si bën rrogat e punëtorëve ai shkon në shtëpi. Ai do të më dhon dorëheqje, ai do të më pru raportin me na kallzu pse nuk i ka dhënë rrogat. Pse s'është punu, as jam në qafdi vallojt, veç një drejtori jam as di as kush janë menaxhmenti. Po për mua s'ka rëndësi që e ndërmarrja është aferu me humbje, do të më pru raportin tani me lyp pare. Dhe punëtorëve do të më unimu maksimalisht,
punëtorët më zgjedh gjithësysh, po jo menaxhmentit. Jo menaxhmentit, dhe asnjë parti politike nuk ka nevojë me marr barë për një ndërmarrje të cilën menaxhon, qoftë edhe kur i ka aksionarët ose kur si ka, sepse është bordi dhe drejtori që e menaxhojnë drejt për drejti. Aksionarët janë mbikëqyrje. Kështu që nëse aksionarët nuk e mbikëqyrin mirë, gabojnë, po gabimet në ligj i bën drejtori dhe bordi. Drejtori, bordi i menaxhmentit ndërmarrjes publike, pastrimit do të marrë këtu me raportue, pastaj me lyp pare. Edhe kjo është kërkesë e vazhdueshme e jemi atë gjithë. U idhnu dikush apo so idhnu dikush, unë e di se leutrimi sillohet me mua. Faleminderit. Faleminderit zoti Gashi. Orna, leutrim. Jo, bofta më puna më idhnu, shanca s'ka. Veç po du me të thonë që me votu propozimin e Jeta Rafunës është me hek qatë raportimin që ti e ke kërku. Veç ta po du qëtë logjik se nështë ta po habitum në i qysh e tani. Faleminderit zoti Ratkoceri. Edhe unë veç dy fjalë kisha. Unë bare, hajt lutem. Faleminderit shumë kryesues dhe faleminderit Leudrim. Unë mire thati, unë ka një kohë gjatë që nuk votoj në Komitet për Politikë dhe Financa, sepse unë kom respektu një rekomandimi cili ka orë nga zyra ligjore, konkretisht pja përmen jam nga Fatës Dibra, i cilë nga pat mungu një kohë, nuk u konë në ansambli, po ka vazhdu tash po vjen, edhe po i përgjigje thires të në serë për thirëm. Me grip o ardhë, i smut o ardhë, me probleme o ardhë, na u ka përgjigje në komitet sa herë këna thirë. Dhe rekomandimi, ose ato që ka thonë zyra ligjore, është që komiteti nuk votën drejt për drejti. Rekomandon, unë e kom bo një propozim për rekomandim, shoku jam i dashur Leutrim, për raportin ndërmarrjes, qëndrojnë në ato, e votojmë ato që ka bëdhët kolegja Jeta dhe me njerë unë e pason pikë të rejtë, rëndë në raportimi pasrimit. Na së s'mujna me pas raportimi pasrimit, dhe du të me hekë sepse ajës në ka që kur gjën e-mail. Na nuk mujna me full në hava, na nuk i dina në gjarje që ka ndodhë. Jo, më falu dash marrë një ma heret, jo sot. Sepse ka akuzat moja pikrish pëse qohen sot senet, dhe sot pasrimi e pas ka që e-mailin. Kështu që kryesues, më falë për kohën që ta mora, në komitet, unë e s'kum votu hiq, kum rekomandue, faleminderit për kolegëve që i kanë menu që të me votu pikën tem, jurit nera, ditën e mirë. Faleminderit zoti Gashi. Edhe une, jo veç dy fjalë, edhe une ditë s'kum votu, e din shumë mirë, në regull. Po pse po e ke shpërdorin mirësin time, kur disa herë, kom kërku mos mi shti pika cilat nuk e kanë mbështetje. Po qa me ndoni ju nëse une, atëre nëse une boj rendin e ditës me kryetarin edhe e kundërshtoj kryetarin, i thëm jo, nuk bën. Atëre shka bën ju? Edhe une kam të drejtën njëjtë si kryetari. Thëm, s'po pajtona. Me që unë jom pajtu, mos e ke shpërdoni mirësin time. Pra ndaj, ju kom dhonë mundësin në Komitet për Politikë dhe Financa, se ka qenë praktik. Nuk është që unë e kumbotash, ka qenë në të kalumen. Tani, unë e muj në të ardhmen, për farë problemi s'ka. Nëse mus ma mërmenja, mi shtin pika 3, e kundërshtaj edhe shka tani. Cila është logjika? Ju faleminderit shumë. Nëse nuk ka, diskutus atëre propozimin e Jetës e hedhin në votim. Kush është për propozimin e Jeta Rafunës që me ndryshua e randi i ditës? Kush është për, ju lutem, në gjia tjetë gati? Kush është kunder, ose edhe mirë edhe kunder edhe për? Me 24 vota për, 24 janë kunder, një abstenim. Nuk kalon propozimi i zonës së Jeta Rafuna. Vazhdojna, urna. Nuk e di ku nësë për punën, edhe unës... Mirë bre, a ka mundësi veç ju si pas ki marrë vesh këta tjerë të krejtë? Ane a ki problemin, ti mundesh me votu vetë. Hajde, a je për a je kunder?
Kur farë problemi? Ja, mundesh lirisht. A je për? Sa vota kënë për? Ju lutem, bëni 21. Vazhdojmë me pikën e parë të rendit ditës. Është një propozim i fejimit. A ka mundësi Jo. Unë e thash në fillim kush është për edhe kush është kundër. Shumë mirë e di që kam thënë unë. O kryetar. Nuk është për kryetar. Në rregull është. A ka mundësi me A po doni u e qesën bra 5 votim, apo doni a 5 votim e qitë? Hajde, ndigjoni mirë. Kush është për propozimin e Jeta Rafunës, edhe kush është kundër propozimit Jeta Rafunës? A në rregull? Votojmë tash. Yes, me 22 vota për, 24 kunder, një abstenim. A në rregull tash. Ja, leme mos e ajgare jini ty bo sinqerisht po thëmë. Leme mos bojmë ajgare. Vazhdojna me pikën e parë të rendit ditës. Fejm Osmani, çfarë propozimi pat fejmi? Në rregull, s'ka. Atëherë vazhdojmë me pikën e parë të rendit ditës. Rendin e ditës tash krejt. Lus shërbimin e kuvendit konstatoj korumin. A ka mundësi me konstatu korumin, ju lutem. Ju lutem, shërbimit kuvendit të konstatoj korumin. A kemi korum për mbajtjen të ledhës, apo jo? 24. A 24, 25? Atëre, sa janë? E me mu sa janë? Me mu 25. Konstatoj
se nuk kemi korum për mbajtjen e mbledhjes, me ka që konstatoj të mbyllur këtë seancë. Ju faleminderit.